Sikur sa anonçova para hapësirës publicitare, do të vjojmë tani me zhvillimet politike në Kosovë, ku pa dyshim në fokus janë negociatat që po kryen për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Edhe pse po ngushtohen ditë drejta fatit kushtetues, Kosova sërish është ende pa një kandidat zyrtar. Prilli në fakt është afati kur Vjosa Osmanit i përfundon mandati dhe kjo ka ndezur edhe motorët e një atmosfere politike që po shkon përsëri drejt një pyetje të madhe. Çfarë do të mendoj Kurti në fund, dhe këtë e themi pasi me numrat që ka mund të jetë më i qetë të vendos ai edhe për presidentin, ose së paku e ka shumë të lehtë. Por sot në pyesim pse nuk e do Kurti me Osmanin, është kjo vetëm një strategji për të futur opozitën në kaos. Do të bisedojmë tani me analisten politike në Prishtinë, Alma Lama. Zonja Lama, përshëndetje, mirë se vini në CNN. Përshëndetje. Vjosa Osmani, presidenti aktuali, dhe unë i falenderoj, ka shpallur dëshirën dhe vullnetin e saj për një mandat të dy presidencial, por deri më tani ende nuk ka asnjë emër, asnjë kandidat që të ketë të 30 në shkrimet dhe të paktën publikisht të shpalli vullnetin si kandidat për president. Përse? Çfarë po ndodh në Kosovë? Po janë së paku dy gjëra që i kemi kuptuar deri tani. E para, zoti Kurti që ka rreth 66 vota në Kuvendin e Kosovës, nuk dëshiron ta kandidojë më zonjën Osmani, me arsyetimin publik se ai ka vetëm 66 vota dhe nuk ka vota të tjera për t'i bërë 8 vjet, pra e ka të pamundur, duke qenë se partitë opozitare kanë refuzuar mbështetjen e saj. Nga ana tjetër kemi partitë në opozitë që as individualisht, pra LDK-ja dhe PDK-ja, dhe as të bashkuara nuk kanë dalë me ndonjë kandidat. Pavarësisht se kanë biseduar me zotin Kurti, bisedimet kanë qenë jo transparente, nuk është e qartë nëse ai ju ka thënë gjeni kandidat dhe ne u votojmë. Pra kjo gjë nuk ka ndodhur, kështu që mbetet ende për të parë se çfarë do të bëhet deri të mërkurën, por gjasat janë që nuk do të ketë zgjedhje të presidentit dhe mund të shkohet sërish në zgjedhje. Kam përshtypjen që zoti Kurti po luan lojën e tij për t'ia lënë fajin më pas partive opozitare, dhe këtu deri dikun me një farë të drejtë, sepse ato nuk arritën deri tani që të dalin me ndonjë emër për president. Nëse ata do të dilnin dhe si kandidat konsensual, pastaj lëvizja vetëvendosje nuk do ta votonte, pastaj do t'i mbetej faji vetëvendosjes, por nëse ata nuk dalin me asnjë emër, pastaj është më së qartë që është faji i tyre. Natyrisht zoti Kurti e di këtë, e di që ata nuk janë në gjendje të bashkëpunojnë dhe po luan për interesat e tij politike. Po, mirë, zonja Lama, pak tek opozita, me qenë se përmendet që edhe opozita nuk ka një bashkëpunim mes tyre dhe ende deri më tani nuk kanë qenë të aftë të nxjerrin një emër. Sigurisht që Kosova apo dhe opozita nuk e ka problem që të gjejë një emër, një kandidat. Por është dhe kjo lojë e opozitës për ta çuar drejt dështimit këtë proces? Nuk mendoj se ata kanë dëshirë të shkojnë në zgjedhje. Në fakt kemi deklarata të LDK-s që po kërkojnë një marrëveshje politike për zgjedhjen e presidentit, megjithëse mendoj që është tërësisht e pa bazuar në realitet, sepse marrëveshja politike nënkupton bashkëpunimin në qeveri, gjë që Kurti nuk ka nevojë, ai e ka bërë qeverinë, tani e ka zgjedhur Kuvendin dhe ka zgjedhur qeverinë dhe nuk e ka ndarë pushtetin me LDK-n. Pastaj nga ana tjetër, po të ishte puna për qeverinë se kanë mundur se këtë gjë ta bëjnë që pas zgjedhjeve të nënshkurtit, atëherë pse u shkua në zgjedhje. Nga ana tjetër, PDK-ja nuk ka një emër, domethënë nuk e dim të qartë sepse ata kanë qëndrimin politik që nuk votojnë asnjë kandidat me ndonjë përjashtim të ndonjë personaliteti që vjen nga ndonjë familje siç ishte ajo Jashari, por ata e përjashtuan veten, pra nuk pranuan. Kështu që i gjithë skenari duket se është që të shkohet prapë në zgjedhje. Tani problemi është pse opozita nuk po e thot fuqishëm këtë, ndoshta friksohet që do të fajsohen nga elektorati, por unë personalisht mendoj që është më shumë në interes të opozitës të shkohet në zgjedhje, sepse zoti Kurti nuk do të mund të fitojë më 51%, nuk do të mund të inxhinierojë rezultatin siç bëri, duke përdorur edhe buxhetin, edhe presidencën, edhe datën e zgjedhjeve, edhe aja ka frikën kësaj Albin Kurti, zonja Lama? Pra, le të themi të mbaj fitoren e 28 dhjetorit dhe të mos e lejoj Kosovën në zgjedhje të tjera?
Unë mendoj që është shumë e vështirë për ta lexuar atë, sepse janë shumë faktorë. Është edhe një faktor tjetër. Në qoftë se zgjidhet edhe presidenti, zoti Kurti duhet pastaj të futet në procesin e implementimit të marrëveshjes me Serbinë, të cilën e ka nënshkruar në Ohër dhe në Bruksel. Ai nuk dëshiron ta bëjë një gjë të tillë, kam përshtypjen që atij më shumë i intereson të shkojë nga procesi në proces zgjedhor për të zvarritur situatën. Tani ai e ka mandatin, është legjitim. Pavarësisht se kuvendi nëse shkohet në zgjedhje shpërndahet, por ai vazhdon të qeverisë si kryeministër në detyrë. Buxheti është miratuar dhe domethënë vazhdon të bëjë siç bëri herën e kaluar, por atëherë e bëri në mënyrë të paligjshme. Kështu që domethënë ai nuk ka problem që të shkojë sërish në zgjedhje, buxhetin e ka në dorë. Partitë opozitare nuk janë të përqara, nuk mund të bashkëpunojnë, nuk mund të dalin me ndonjë listë përbashkët, as në zgjedhje dhe ai e di këtë. Qartë, por për sa i përket zonjës Osmani, ndonë se jo zyrtarisht duke tashmë kuptohet që ajo nuk e ka më mbështetjen e Albin Kurtit. Po të opozitës? Jo, nuk mendoj që e ka mbështetjen e opozitës, pasi e akuzojnë që është treguar presidente një anshme, notere e Kurtit e kanë quajtur vazhdimisht, sidomos në politikën e brendshme, ajo ka bërë çfarë do lloj gjëje që është kërkuar nga ana e Kurtit, duke shkelur edhe kushtetutën disa herë, duke marrë vendime ku më i fundit ishte caktimi i datës së zgjedhjeve në ditën e pushimeve, gjë që nuk ndodh asfund në vendet demokratike. Kështu që nuk mendoj që e ka për krajën. Sigurisht ajo e ka dëshirën, ka dhe një lloj mbështetje nga publiku, por çelësi i suksesit të saj natyrisht do të ishte mbështetja nga ana e lëvizjes vetëvendosje, gjë që duket se as ata nuk e ka. Qartë, përse u përmendën disa emra, ju i thatë zonja Lama, por edhe vetë zoti Konjufca e ka përmendur një konferencë për shtyp me zonjën Spiro Pali, dikë nga familja Jashari. Por gjithashtu edhe Hari Barajktari ishte një tjetër emër që u lakua gjatë këtyre ditëve. Ka patur diçka konkrete apo thjesht për konsum politik? Sa i përket familjes Jashari, ajo çfarë kam arritur të kuptoj unë është kjo, që në takimin me PDK-n, Albin Kurti ka kërkuar vota për Glauq Konjufcën për ta bërë president. Mirë po ka marrë përgjigje negative. Pastaj ka pasur parasysh deklaratat e tyre që nga familja Jashari ata mund ta votojnë, domethënë. PDK-ja nuk do t'i thoshte jo, një antarit të tillë dhe menjëherë pas takimit me kryetarin e PDK-s ai ka shkuar te familja Jasharive, kur ata si duket e kanë kuptuar që ky po i fton pasi ka dështuar kandidati i tij për vota, atëherë ata kanë refuzuar të bënë pjesë kësaj loje politike, që të shërbejnë si zëvendësim. Dhe kemi pasur pastaj deklaratat e zotit Murat Jashari që ai nuk pranon, asnjë nga anëtarët e asaj familje nuk pranojnë pra të jenë pjesë e politikës ditore dhe është mirë që ka ndodhur kjo dhe tani jemi në situatën ku nuk ka asnjë kandidat. Përsa i përket emrave të tjerë që kanë qarkulluar, më shumë janë spekulime, nuk ka asnjë kandidat zyrtar, asnjë subjekt politik nuk ka mbledhur nënshkrime, duhen 30 nënshkrime për ta propozuar dikë në kuvend. Zoti Haradinaj është paraqitur vullnetarisht, por nuk ka arritur të marrë votat asnjërs nga partitë opozitare. Kështu që realisht nuk ka kandidat dhe unë dyshoj që do të ketë deri të mërkurën kur duhet zgjedhja. Zoti Kurti do t'i çojë në seancë dhe ose do të propozojë dikën që ata do ta refuzojnë dhe më pas të shkohet në zgjedhje dhe t'ua hedhë fajin partive opozitare, ose nuk do të propozojë asnjë dhe do t'i akuzojë sërish që pse ju nuk propozuat, pse nuk e shfrytzuat mundësinë, ndoshta ne do ta kishim votuar. Kështu që me gjas Kosova hyn sërish në një ngërç politik dhe institucional, megjithëse mbetet për tu parë, për ta thënë fjalën e fundit. Unë mendoj që faktori determinues këtu është nëse do zgjedhje të reja zoti Kurti apo jo. Dhe këto zgjedhje mund t'i dëshiroj për të vetmen arsye për shkak se nuk dëshiron të implementojë marrëveshjen ndërkombëtare me Serbinë. Për arsye të tjera, duke qenë se ai ka shumicën 51%, ka bërë qeveri me lehtësi, nuk mendoj që është në interesin e tij të shkojë në zgjedhje të tjera. Pra, qeverisë lirshëm mund gjendet një kandidat konsensual, tek e fundit ja propozon opozitës edhe ky dhe nuk mendoj që opozita
kam dëshirë tani të shkojnë në zgjedhje. Partia Demokratike po pret se çfarë do ndodh me procesin në Hag. LDK-ja nuk është më ndonjë faktor i rëndësishëm për shkak të numrit të ulëseve që e ka në kuvend. Kështu që mendoj që edhe gurin edhe arrën i ka në dorë zoti Kurti. Dhe opozita sërish gjendet jo e bashkuar, pa përgatitur prapë edhe në këtë seancë. Në fakt gjendet shumë konfuze edhe në këtë situatë. Qartë. Në realitetin politik që është Kosova sot, zonja Lama, për çfarë lloj presidenti ka vendi? Partjak, politik apo teknik? Shiko, është shumë vështirë që të gjendet një person precisht jo partjak. Kemi pasur vetëm një rast kur ka qenë zonja Atëbete Jajaga, e cila është emëruar për të zgjidhur një krizë politike atëherë dhe ishte për një vit, pavarësisht se mandati i saj u zgjat. Nuk mendoj që presidenti duhet të jetë apolitik ose apartjak, do të thënë që s'merr vesh nga politika. Mendoj që duhet të jetë një person që është politik, që kupton politikën, që kupton marrëdhënien ndërkombëtare, sepse pasi do të ketë pozicion jashtëzakonisht të rëndësishëm, por që sigurisht ka edhe respekt për kushtetutën, por që është i pranueshëm për të gjitha palët, pasi është mbi palët. A ka figura të tilla në Kosovë? Sigurisht që ka, por çështja është që kush do ta propozojë. Nuk ka vullnet për të mbështetur të gjithë një figurë të tillë. Kështu që kjo ideja që të gjendet një figurë krejtësisht jo partjake, jo politike, mendoj që është e gabuar. Duhet gjendet një figurë që është në gjendje ta respektoj kushtetutën, ta respektoj dhe tek e fundit edhe të mos i bindet urdhrave të qeverisë ose të jetë një president kukull që i bindet urdhrave të zotit Kurti, i cili ka tendencë autoritare, pra duhet jemi të qartë, ato i ka manifestuar shumë herë. Ka tendencë autoritare dhe pika e parë punës që do të bëj për të realizuar ato tendenca do të jetë goditje ndaj gjykatës kushtetuese dhe ndaj vetë kompetencave të presidentit. Kështu që ligjet të cilat nuk janë në përputhje me kushtetutën apo vendimet të gjykatës kushtetuese, mendoj që do duhej që të mos ishin të pranueshëm nga ana e presidentit të ardhshëm. Apo kërkon zoti Kurti një president që t'i bindet plotësisht? Unë mendoj që po. Mendoj që ai është synimi i tij. Dhe kjo gjë nuk është vetëm çështja e presidentit. Sot apo djem duket të hapur konkursi për zgjedhjen e 2 anëtarëve të gjykatës kushtetuese. Ai tashmë i ka numrin e votave për të zgjedhur këtë doj. Pas 3-4 muajsh zgjidhen edhe 2 të tjerë, gjë që do të bëjë që edhe gjykata kushtetuese do të futet në duart e zotit Kurti. Pastaj çdo ligj që ai do ta miratojë që është në kundërshtim me kushtetutën, siç ka bërë në mandatin e kaluar, nuk do të ketë mos e ku të kontrollohet dhe të refuzohet. Dhe opozitës gjithnjë më pak do t'i mbeten mjete politike në dorë për të luftuar politika të cilat nuk janë në përputhje me interesat shtetërore ose të vetë kushtetutës. Edhe një pyetje e fundit, zonja Lama, për sa i përket marrëdhënies Osmani Kurti. Kur nisi kjo përçfarje? Çfarë u bë pretekst? Po të kemi parasysh mënyrën se si ishin në koalicion bashk kur Kurti fitoi në 2021-shin, marrëdhënia mes tyre ekzekutiv presidencë dhe si ndryshoi ajo përgjatë këtyre viteve. Çfarë u bë pretekst? Çfarë ndryshoi? Kemi parasysh ajo ka qenë prej ditës së parë një raport interesi për të mbërritur majat e pushtetit dhe për ta ndarë pushtetin. Pra nuk ka pasur asnjë lloj idealizmi në ato lloj raporti dhe si tillë pastaj në momentin që interesat për pushtetin përplasën, sigurisht që krijohen këto lloj ndasish siç u krijuan. Zoti Kurti është rreshtuar në kundërshtim pra me Bashkinë Ndërkombëtare. Zonja Osmani ka ndjekur një politikë tjetër, edhe pse nuk e ka pasur fuqinë e vendimarrjes. Dhe mendoj që deklaratat e saj që zoti Kurti po luan vigjoz me interesat e shtetit janë jashtëzakonisht të rënda, që i ka thënë vjet. Dhe po ashtu performanca e saj në arenën ndërkombëtare e ka lënë në hije zotin Kurti, edhe pse unë nuk mendoj që është faja e saj. Zoti Kurti është izoluar nga Bashkia Ndërkombëtare. Duhet thënë që është nën sanksionet e Bashkimit Evropian për takimet dyfaqe si kryeministër, ai nuk ka pasur akses, nuk ka shpritur nga asnjë zyrtar domethënë i Europës, i vendeve të Bashkimit Evropian, dhe po kështu është izoluar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Mundësinë e komunikimit me Kosovën, përfaqësuesit e shtetet e tjera e kanë realizuar nëpërmjet zonjës Osmani, pra jo nëpërmjet qeverisë. Dhe kjo mund ta ketë bërë atë që ta ndjejë si rivale politike, gjë të cilën nuk e do. Nga ana tjetër, zonja Osmani në politikën e saj të brendshme i është bindur 100% në të gjitha interesave të zotit Kurti. Madje ka shkelur shpesh kushtetutën dhe ka ndërmarrë veprime që kanë shkuar në interes të tij politik, veçanërisht në fazën e fundit. Kështu që është përplasje interesash dhe si e tillë nuk mund të ketë një fund të lumtur. Mirë, ju falenderoj shumë zonja Lama, kënaqësi që ishit në dysjen në këtë bisedë së bashku. Faleminderit. Një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.